i krimi, ndërkohë që viktima ka ndruar jetë. Klajde, përshëndetje. Përshëndetje Paruca, atëherë jemi pikrisht tu në komunën e Parisit në një kompleks rezidencial ku para disa minutash ka ndodhur një ngjarje tepër rënd ku dy punonjës të një lokali pikrisht këtu në komunën e Parisit pas krave të mi janë konfliktuar me njëri tjetrin. Bëhet fjalë për Indrit Salillarin, i cili është viktima, dhe autori Filip Sheu, i cili sipas policisë të dy ishin pizzaiol në lokalin që ndodhet pas krave të mi, si shikohet dhe nga pamja, një lokal në një zonë tepër të frekuentuar nga qytetarët e Tiranës, në një zonë siç është komuna e Parisit. Sipas informacioneve nga policia, konflikti midis Filip Sheu dhe Indrit Salillarit ka nisur për motive banale, një konflikt që ka nisur fillimisht verbalisht dhe më pas Filip Sheu, 41 vjeç, ka marrë thikën dhe ka goditur disa herë në pjesën e qafës pikërisht 34 vjeçarin Indrit Salillari. Burime kemi mësuar se ngjarja, siç e thash, ka ndodhur për motive banale, dy pizzaiolët janë konfliktuar midis tyre dhe më pas pikërisht e ka goditur Filip Sheu dhe ndërkohë nga burime, por gjithashtu dhe nga persona dëshmitarë të cilët kanë qenë në vendin e ngjarjes. Konflikti ka ndodhur në mes të lokalit, si shikohet dhe nga pamjet Paruca, ndodhet dhe shëriti sken krimi brenda ambienteve të lokalit, kanë qenë dhe pikërisht në sy të klientëve, ato dy janë konfliktuar dhe më pas ka qenë pikërisht Filip Sheu që ka goditur me thikë Indrit Salillarin, i cili ka humbur jetën në spitalin e Tramës dhe më njëherë kanë ndërhyrë dhe punonjësit e tjerë të këtij lokali, të cilët kanë bërë të mundur dhe neutralizimin e Filip Sheut, pasi sipas dëshmitarëve të cilët kanë qenë në vendin e ngjarjes, ai nuk po ndalej duke goditur 31 vjeçarin Salillari dhe për të bërë të mundur dhe neutralizimin e tij dhe për t'i dhënë ndihmën e parë 31 vjeçarit Salillari. Ndërkohë, siç shikohet, në vendin e ngjarjes ka akoma forca të shumta policie, të cilët po mqyrin vendin e ngjarjes dhe po përpiqen të mbledhin prova në lidhje me këtë ngjarje. Ndërkohë, siç e thash paktën, autori është shprehur paraprakisht para uniformave të policisë se konflikti ka ndodhur për shkaqe pune, janë zënë pikërisht për tasin e prosciutës, duke qenë se të dy ishin pizzaiol dhe ka mohuar që të kenë pasur konflikteve të mëparshme me njëri tjetrin, pikërisht një konflikt banal dhe një moment tensioni ka bërë të mundur që të prodhojë një ngjarje tepër të rëndë në mes të Tiranës, ku tashmë kemi viktim një 31 vjeçar, ngelet për tu qartësuar tashmë Paruca detajet e tjera dhe dëshmia e autorit që do t'jap para forcat policisë, një dëshmi e cila le të themi do të ketë një vlerë ligjore, duke qenë se në momentin që ai arrestohet është një dëshmi paraprake, ndoshta dhe dëshmitë e punonjësve të tjerë të këtij lokali mund të hedhin dritë mbi këtë ngjarje të rëndë. Ajo që ngelet për të sqaruar është nëse kanë pasur konflikte mëparshme dy pizzaiolet e këtij lokali në zonën e komunës së Parisit. Megjithatë, një ngjarje e cila ka ndodhur ditën e sotme pikërisht në orën 15:30, siç e tha dhe ju Paruca, është e treta ngjarje që raportohet, kemi e treta ngjarje le të themi në harkun e rreth 120 minutash ku disa ngjarje ku janë konfliktuar qytetarë të ndryshëm të Republikës së Shqipërisë me thikë dhe një pjesë e tyre kanë humbur jetën. Pikërisht dhe kjo ngjarje e cila ka ndodhur rreth orës 15:30 minuta, paktën ky është orari zyrtar që lajmëron policia e shtetit në këtë lokal pas krave të mi dhe si pasojë viktima është pikërisht Indrit Salillari, ndërkohë që autori, siç e kemi raportuar, Filip Sheu tashmë është arrestuar nga forcat e policisë. Kemi dhe momentin kur ai është vënë në pranga dhe është dërguar në komisariatin numër 2 ku pritet kryen dhe procedurat e tjera dhe më pas ndoshta siç e thash